nipi i tij Endrit Thaçi. Le ta ndjekim bashkë. T'ja gjuaj një grosht të dhejut të Drenicës mbi varë. Por, në vend të babit, sot ka ardhur Kosova, Shqipëria, Macedonia e Lugina. I madh dhe i përjeshëm do të jetë kujtimi ynë për ty gjysh, miq e familjar të pranishëm. Për ne, gjyshi ishte kështjell e pathyeshme e urtësisë dhe e dashurisë. Ai na mësoi se bashkimi është çelësi i çdo fitoreje. Dhe personifikimi i këtij bashkimi janë krerët e OÇK-s në Hag. Le ta ndjekum shembullin e tyre për të bashkuar sërish për fitoren e radhës mbi padrejtësinë. Ju falenderoj të gjithëve që keni mbështetur familjen tonë, familjen Axhit Kadri, të Bacit Jakub, të Axhit Rexh dhe familjet e gjithë atyre që po mbahen në Hag. Faleminderit për respektin dhe ngushëllimet tuaja. Lam të mirë gjysh, prejo në paqe. Faleminderit Endrit Hashim Thaçi. Zonja Zotri ju njoftoi që ceremonia e varrimit do të mbahet në orën 15 tek varrezat e reja në fshatin Burrë. Lam të mirë, Baca Haxhi Thaçi. Dielli do të lind përsëri. Faleminderit. Atëherë me kështu rikthehemi dhe fillojmë bllokun e parë, pra në mbledhjen komemorative e cila u mbajt e kishim edhe fjalimin e Endrit Thaçit, pra nipi i Haxhit Thaçit i cili ndroi jetë dhe ndërsa pritet sot jepet lamtumira e fundit, pra kështu që në këtë blok do ta diskutojmë pikërisht lamtumirën e fundit të babait dhe të babait Hashim Thaçit. Në fakt takimi i tyre i fundit mbetet ai para 5 ditëve kur më në fund, pas disa refuzimeve ish presidenti pati shansin të atakoj babain e tij të smur. Doktori që ishte dëshmitar i këtij takimi mes babait e djalit na rrëfem për momentet e tyre të fundit. Ky del të jetë edhe takimi i fundit për dyshën. Hashim Thaçi nuk do të ketë mundësinë të paraqitet në varrim, ndërsa detajet e ceremonisë së varrimit, siç edhe filluam bllokun e parë, do të vazhdojmë të njekim përgjatë këtij edicioni të emisionit Kosova Today. Dhe në fakt na ka nderuar me prezencën e tij specialisti i hematologjisë, doktori Adriatik Berisha, i cili në fakt edhe ishte dëshmitar edhe i takimit, por ajo që është edhe më e rëndësishmja, zotriu Haxhi Thaçi ka qenë nën përkujdesjen e doktorit nderuar Berisha. Përshëndetje dhe mirë se vini në Kosova Today. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe më ngushlime sepse edhe ju profesionistët mjekësor lidheni me pacientët tuaj dhe bashkëndjeni në momentin që humbni ata. Sigurisht që për secilin pacient që e humbim praktikisht normal nuk pajtohemi asnjëherë dhe normal që njim një pjesë dhimbje dhe dajmë një pjesë dhimbjes dhe me familjarët. Jo vetëm për Haxhi Thaçin, këtë rast për gjithë pacientët që i humbim gjatë rrugës mjekimit, sigurisht që ndihmë dhimbje. Faleminderit. E qartë, zotri Berisha, ju tash sa kohë keni qenë duke trajtuar zotrion Haxhi Thaçi, natyrisht mosha shtyr, ka pasur të tjera të lashë mjekësore? Praktikisht pacientin Haxhi Thaçi kanë mjeku disa mjek dhe disa klinika, për shkak se ka pas disa sëmundje shoqëruese që kanë qenë po mënoj pjesë e disa organeve. Dhe kur është për flas pjesë e disa organe, mandej janë përfshirë disa klinika dhe disa specialitete në veçanti. Ka qenë hospitalizuar në disa klinika, ka qenë në klinikën infektive, ka qenë në klinikën neurologjisë, dhe sfundmi në klinikën e kardiologjisë. Për shkak që dhe njihemi gjatë me ta dhe për shkak specifika o probleme shëndetësore që ka pas dhe ka aspekti hematologjik, e kam përcjell sa ka qenë dhe në klinika tjera, jo vetëm pjesën e fundit. Edhe ne kemi përcjellur refuzime të cilat i kanë ardhur kryeministrit, ish-kryeministëve, ish-presidentit. Dhe pyetja në këtë studio shtrua në momentin që ju pranua vizita e presidentit, cila ishte gjendja e zotri Haxhi